Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për leximet personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Për 24 orë, një person do t'ju tregoj një të vërtetë. Pra brenda 24 orëve, një person i rëndësishëm jetës tuaj do t'ju tregoj një të vërtetë. Pra brenda 24 orëve. Jeni në një lidhje të fshehtë. Personi që keni është një person shumë pozitiv. Festoni këtë fitore. 3 persona. Ju të dy dhe një person i tretë që është në këtë histori. Personi juaj është i fokusuar shumë te pjesa e financave. Është një person shumë i sinqert që brenda 24 orëve ky person do të tregoj, me sinqeritetin e tij do të tregoj një të vërtetë dhe në këtë tregim të kësaj të vërtete ju do të gjeni paqen që e keni prej kohësh që e prisni. Prisni këtë paqe, këtë qetësi shpirtërore. Sepse ky person është shumë i dashuruar me ju. Jeni në një lidhje të fshehtë, komplikuar, dhe ky person do të tregoj për 24 orë historinë e tij, të vërtetën e tij. Është shumë i dashuruar me ju. Ka një pasion të fortë, një energji të fortë dhe nga ana shpirtërore dhe në largësi që është, pra sikur ju ka afër. Ju gjithmonë për këtë person jeni dritë që i ndriçoni jetën e tij çdo hap që ai e, kudo ku ai ndodhet. Pra e vërteta që ai do t'ju thotë brenda 24 orëve është dashuria e madhe, sinqeriteti që ai ka me ju. Tek ju, në të dashuri, ai ka gjetur paqen, ka gjetur qetësinë, ka gjetur atë shtëpinë e tij, atë strehën e tij të ngrohtë tek ty. Pra kjo është e vërteta që ky person do të thotë brenda 24 orëve. Me kë rezonon, me kë gërm të alfabetit në emrin apo në emrin tuaj. O, N, F, R, K, T, V, H, A, E, N, C, G, N, S, L, Gj dhe Zh. Kurse me shenjën e horoskopit mund të rezonoj me Luani, me Vigjereshën, me Binjakët, Akrepin, Ujorin, Demin, Peshoren dhe Gaforen. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.